e kemi diskutuar që ne jemi shoqëri e paragjykuese. Zakonisht tek ne gjithmonë viktima shpesh bëhet edhe xhelati gjithë asaj situate e cila ka ndodhur. Shoqëria jonë të paragjykon me atë se ndoshta nuk ka qenë edhe faj bashkë te personi tjetër. Problemi ekziston se një person i cili del nga një lidhje e tillë toksike është fakt që ka me qenë paksa ma i vet izoluar në një periudhë të caktuar. Për shkak se ne nuk e kuptojmë, nuk jemi ne që flasim hapur me ta. Mirë po edhe gjitha gjërat nuk bën mja tregu personave. Disa gjëra duhet gjithsesi mi majtë për vete. Për shkak se mas 10 viteve unë e ti ndoshta e ditë nuk flasëm njëni me tjetërin, po në mëjmi ti qitë thëmë, para një kohë ka bo këtë. E kjo është do me thonë ligësia e njeriut si qenje. Gjithmonë tenton me gjithë momentin për me të lëndu në pikën ku të prek mas shumëti. E ne e bojmë që të sanë. Pra sa ma të rezervum, ne s'kemi një njeri që mund t'i flasim. Duhet me shku të profesionistat, të cilët janë të betuar për atë punë që nuk guxon të dal asnjë gjë nga dhoma se çka flitet dhe atu të jepet ndihma. Për ndryshe, ne do të mund ta keq përdorim në të ardhmen, ose ne siç e kemi zakon, ka tregu dikush, po tregoj diçka, po mos i trego dikujt. Do me thonë gjithmonë sillet ky rrethi që fillon të përhapen fjalët dhe në këtë mënyrë normalisht që personi preket dhe lëndohet, ndërsa tipi narcizoid e ndin veten ende më krenar për shkak se dikush është duke vuajtur për të ende. Po, se narcizmi kalon edhe në sadizëm. Do me thonë, sadizmi është... I vjen mirë për vujtjen e... Absolut, këta kalojnë në sadista. Sadizëm është kur një person kënaqet kur e sheh dikun duke përjetuar dhunë fizike, dhunë psiqike, ai ndin kënaqësi ato. Qoftë edhe dhunë seksuale. Personi kënaqet me vuajtjet e tjetrit. Ky person është sadist. Nga narcisti kalon shumë lehtë në sadist. Për të? Për të. Se po e pranon dhimbjen për të, dhe dhimbjen po që ajo është... Sadistin momentin që e shet dikun, ose e lëndon vetë, në qoftë se keni po filmin 50 Shades of Grey, që është me thonë, është tipik një sadist personi. Momentin që kënaqet shoh me dhunë seksuale, shoh me dhunë fizike, duke e pa dikun çka është duke ndodhur, ti je një sadist patologjik.